Prej gati 2 vitesh një nga investimet më të mëdha publike për sektorin e peshkimit të Vlorë qëndron i mbyllur, i heshtur dhe pa jetë. Një godinë moderne me rreth 1300 metra katror sipërfaqe dhe 14 dhoma frigoriferike, e ndërtuar për të përmbushur standardet e Bashkimit Evropian, sot është ndëruar në simbol të një modeli të konsumuar administrimi. Ndërtohet objekti, krijohet ndërmarrja, paguhen rrogat, por shërbimi nuk vjen kurrë. Sipas dokumenteve zyrtare, për ndërtimin e markatës së peshkut janë investuar rreth 186 milion lekë të rinj, ose afërsisht 1.8 milion euro. Paralelisht me përfundimin e godinës, Bashkia e Vlorës krijoi shoqërinë aksionare, Markata e Peshkut Vlorë SHA, me 100% të aksioneve në pronësi publike. Kapitali fillestar i kësaj shoqërie ishte 35 milion lekë të vjetër, paratë e injektuara që në momentin e krijimit, pa pritur asnjë ditë funksionimi real. Por këtu nuk mbaron historia e shpenzimeve. Në buxhetin vendor u miratuan fonde të tjera për funksionimin e shoqërisë, kryesisht për paga dhe shpenzime operative. Të gjitha këto pagesa janë kryer ndërkohë që Markata nuk ka zhvilluar asnjë aktivitet ekonomik, nuk ka pritur asnjë peshkatar e nuk ka ofruar asnjë shërbim për qytetin. Justifikimi zyrtar për këtë situatë është një ngërç institucional. Godina e Markatës së Peshkut nuk është kaluar ende nga Ministria e Bujqësisë në administrim të Bashkisë së Vlorës. Procedurat e transferimit të pronësisë nuk kanë përfunduar e sipas bashkisë, kjo e bën të pamundur nisjen e aktivitetit, por pikërisht këtu lind pyetja që askush nuk po e shtron seriozisht. Nëse prona nuk ishte gati, pse u nxitua të krijojë shoqëria, pse u emëruan administrator dhe borde, dhe pse nisën pagesat mujore, kur dihej se objekti nuk mund të vijë në funksion. Ironia është se vetëm 130 milion lekë të vjetër sa janë shpenzuar për paga dhe kosto administrative, po të ishin dhënë si mbështetje direkte për peshkatarët në formë granti nga bashkia, do të kishin sjellë një ndryshim konkret, pajisje më të mira, ndoshta motor më të rinj për mjetet e tyre, kushte më të sigurta pune. Në vend të kësaj, parat u shpenzuan për një ndërmarrje që ekziston vetëm në letra. Dokumentet zyrtare nuk tregojnë asnjë plan biznesi të detajuar, asnjë afat konkret për nisjen e aktivitetit dhe asnjë analizë kosto-përfitim për qytetin. Markata e Peshkut është ndërtuar si ide zhvillimi, por është menaxhuar si një zyrë e re bashkiake, e varur nga buxheti dhe jo nga tregu. Sot Vlorës i ka mbetur një godinë e mbyllur, një shoqëri publike pa aktivitet, e qindra milion lekë të shpenzuara pa asnjë rezultat. Pyetja nuk është më nëse Markata e Peshkut është një ide e mirë. Pyetja është pse u krijua një ndërmarrje para se të ishte gati prona, plani dhe tregu, e kush mban një përgjegjësi për parat publike të shpenzuara për të mos bërë asgjë.